Hafiz Ali Korça është prej hoxhallarëve të parë i cili pa hezitim ishte i radhitur prej ditëve të para që sa më shpejt të përmbyllet alfabeti i gjuhës shqipe. Bilem e kanë akuzuar dhe e kanë quajtur si hoxha latingji, nga se ata i konsideronin alfabetin e gjuhës shqipe shkronja latine dhe latingji e kanë bërë në mënyrë pejorative për me e fy Hafiz Ali Korçën dhe me i bë akuzë se ti po i përbuz se shkronjat e Kur'anit, harfet e Kur'anit. Si guzon një musliman dhe një hoxh, madje ja kanë djeg shpinë. Ja kanë gjyq shpinë me gur, për shkak se Hafiz Ali Korça ka dalë dhe është rreshtu fuqishëm sa më shpejt në përmbylljen e alfabetit dhe unifikimit të alfabetit gjuhës shqipe. Kjo ka ndodhur në Kongresin e Manastirit në vitin 1908. Domethënë, derisa Hafiz Ali Korça sa të shihet sa i ka qenë kontribues i rregullt në revistën Zani Nalt dhe një prej themeluesve të Zanit Nalt, thot harfet, shkronjat nuk e bujnë njeriu besimtar dhe jo besimtar. Thot harfet, shkronjat janë mjet, janë instrument. Thot ne nuk përbuzim shkronjat e Kur'anit, por ne dëshirojmë që të përdorim shkronjat e popullit ton, gjuhën që e kuptojnë dhe ata ta lexojnë fenë dhe ta kuptojnë fenë në gjuhën e tyre dhe rrjedhimisht edhe të hapjen e universiteteve, fakulteteve, or ka jap mund të madh me shumë shok, me sjell kurrikulat dhe plan programet më të mira për arsimin e shqiptarëve në atë kohë, të sjella prej Evropës dhe prej Stambollit. Edhe kështu ai e kishte lidh çështjen e besimit me çështjen kombëtare. Kishte kauz, domethënë tërë jeta e tij ishte kauz. Tash kur e shoqërojmë ne edhe biografinë e familjarëve të tij, bujar Hafiz Ali Korça kishte 4 djem. 2 prej djemve të tij, Salahuddini dhe Alauddini, ishin ushtarak. Kishin shkollu ushtarak në kohën e mbretit Zog në Itali për më ardh dhe për me eduku gjenerata në aspektin ushtarak në shtetin e Shqipërisë. Pastaj kur ka ardhur komunizmi, ata të dy janë arrestu dhe janë internu. Ka prej familjarëve të tyre sot që jetojnë me Xhduddin jeton në Amerikë, domethënë kanë qenë të përsekutuar. Domethënë sikurse vetë edhe Hafiz Ali Korça ka qenë tërkohën i përsekutuar, është detyruar pastaj prej shijakut të shpërngulet dhe ka jetuar në kavaj në kushte mjerimi, në kushte shumë të vështira, i përsekutuar, por bujaria dhe fetaria e popullit të Kavajës kanë qenë tërkohën pranë dhe afër Hafiz Ali Korçës në atë kohë. Në vitet e 50-ta, se në vitin 56 ndron jetë Rahmet Past, është mundu me organizu mësimin e fesë në kushte shumë të vështira, fsheht, domethënë ka pas dëshmitar prej hoxhallarëve, sot nuk e di a janë gjallë, që kanë mësu në mënyrë të fshehtë të nxënësa prej Hafiz Ali Korçës që ai ka organizuar mësimin e fshehtë në Kavaj, në krejt në ato kushte, domethënë shpirti i tij ka qenë një shpirti një punëtorit për plot zell dhe për kushtim, që nuk është pajtu asnjëherë me pa popullin e tij, shoqërinë e tij në nivel të ulët të arsimit